Thot Allah subhanahu: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dhalika azka lahum." Thuaj u besimtarëve, le t'i ulin shikimet, mos t'i shikojnë gjinin e kundërt. Mos t'i shikojnë gjinin e kundërt. Thot dhe të kenë kujdes të mos binë në amoralitet. Të ruhen, të largohen prej amoralitetit, t'i ruajnë domethënë organet e tyre gjinitale. Thot dhalika azka lahum. Kjo është më e pastër për ta. Më e pastër për nderin e tyre. Më e pastër për nderin e tyre. Kështu që janë gjithë ato mori, argumentash dhe dispozitash dhe etikash e rregullash për me qëndru larg domethënë mundësisë për me rënë domethënë amoralitet, pikërisht për me ruajtur domethënë nderin, sikurse janë gjithë ato rregulla për martesën, edhe bashkësinë, edhe kujdestarinë në bashkësi kështu me radhë, pikërisht për me investuar në ruajtjen e domethënë nderit. Thot Allah subhana: "Wala taqrabu az-zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Mos ju afroni amoralitetit, mos ju afroni lidhjeve jashtë martësore, se kjo është shumë punë e dytë. Është shumë punë e dytë, sepse një martesë, sepse një lidhje jashtëmartësore, një marrëdhënie intime pa kuror, domethënë është cenim i drejt për drejt i dinjitetit edhe i nderit të njeriut. Sado që bëhet me dëshirën e të dyve, sado që mund në një shoqëni të normalizohet, me gjithatë të Allahu shumë e ndytë. Të Allah azza wa jalla shumë domethënë rrepsisht e ndaluar. Thot Allah subhana: "Innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fi ad-dunya wal-akhirati wa lahum 'adhabun 'adhim." Do të ata të cilët morin guximin me shpif për një grua të ndershme. Ata të cilët morin guximin me shpif për një grua të ndershme, me thonë që ajo është do thotë e pandershme ose ka marrëdhënie jashtëmartësore me dikë e kështu me radhë. Kushdo që guxon me shpiv për një grua të ndershme, thot Allah, këta mallkohen, dëbohen nga mëshira e Allahut në dynjë dhe në ahiret. Në dynjë dhe në ahiret. Thot dhe ata do ta kenë një dënim shumë domethënë të madh. Saktësisht Allah azza wa jall e ka bërë mallkimin e madh, edhe dënimin e madh si kërcënim për njerëzit që mos mu lirue me fol për gratë e huaja. Që njerëzit mos mu liru me fol për nderin e të tjerëve. Dhe njerëzit kur e dinë që është kaq rrezik te Allahu mallkimi, domethënë shpifja e cila përfundon me mallkim dhe dënim, rrjedhimisht i bie që pastaj ndalen. Dhe kur ndalen ruhet nderi i njerëzve. Kur ndalen ruhet sepse ajo grup procenti po fol, është vajza e dikujt, është motra e dikujt, është nana e dikujt. Dhe rrjedhimisht domethënë ti po e cenon edhe dinjitetin e saj edhe domethënë jetën e saj normale. Thot Allah subhanahu: "Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum." Ai që një besu, mos tallet askush me dikë, se ndoshta ai me cilin ti po tallesh është më i mirë se ti. Saktësisht Allah subhanahu wa taala e ka ndalu talljen pikërisht për me ruajtur nderin e njerëzve, pikërisht për me ruajtur dinjitetin e njerëzve. Madje edhe nëse njerëzit fjala bie thjesht e marrin këtë për argëtim apo e marrin për shaka, megjithatë ajo mund t'i kushtoj dikujt me shëndet emocional, dikujt mund t'i kushtoj ndoshta edhe me vuajtje. Ndërkaq Allah subhanahu wa taala për mos marrë njerëz ndaj tek vujtjet edhe tek këto lëndime emocionale e ka bërë domethënë të ndaluar.